Unë nuk dija asnjë gjë për të kaluarën time. As si kisha ardhur në këtë jetë, as kush ishin prindrit e mi, asgjë. Unë jam rritur në jetimore. Gjithçka di është që nëna ime më la kur akoma nuk I kisha bërë një vjet. Nënat e jetimores besojnë se do kem qenë 7 muajsh kur më kanë gjetur te koshat e plerave, ngjitur me derën e jetimores. Por asnjë nuk e di me siguri, as kur kam ditëlindjen, as sa kur isha kur prindrit më braktisën. Nuk ekzistoja në asnjë regjistër deri ditën që nënat e jetimores më morën dhe më strehuan. Nuk kisha gërmuar asnjëherë për të kaluarën time. Deri ditën që u bëra nën vet. Djali im lindi me anomali gjenetike. Aty zbulova se shkaku isha unë. Unë kisha qenë fëmijë në çasti. Zbulova që nëna dhe baba im ishin motër e vëlla. Ditën që mora vesh sekretin e tmerrshëm për të kaluarën time, bota mu shumë në pak sekonda. Nuk e kam thënë askujt, as bashkëshortit tim. Kam frikë se ai do më bëj me faj për çrregullimet që ka lindur djali ynë. Por jo vetëm kaq, më vjen ndot nga vetja. Kam nisur ta urrej veten time. Sa herë mendoj si mu të ka ndodhur, më trazoi stomaku. Që nëna ime do kishte shumë arsye për të më braktisur, këtë e mendoja, ose më saktë e besoja. Doja të besoja se diçka e madhe kishte detyruar atë të më braktiste. Shpresoja edhe shumë që ajo një ditë do vinte të më kërkonte. Kjo jo vetëm që nuk ndodhi kurrë, por as në ëndrat e mia më të këqija, nuk do ta mendoja kurrë se nëna ime ishte motra e babait tim. Kurrë në jetë. Duke si skenar filmi. Edhe unë ka raste nuk e besoj që po jetoj vërtet të histori. Edhe pse në mendje më kumbojnë akoma fjalët e nënës time që kur e takova pas 25 vitesh, fiks 25 vitesh që më kishte braktisur, ma tregoi këtë histori sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Incesti në fshat ishte një gjë e zakonshme. Sa fëmijë të tjerë ishin si unë. Nënat e jetimores me gjentën brenda kazanit të plerave. Ishte pranverë, më kanë thënë. Ishte mëngjes, kur njëra nga nënat shkoi të hidhte plerat e një dite më parë në kazan, brenda vinte zhurmë dhe belbëzime. Unë isha duke luajtur me plerat. Ato më tregonin se nuk isha qarë, isha një vajzë e fortë. Më kishin lënë aty dhe qetë, ndryshe nga fëmijët e tjerë që mund të qajnë, unë nuk bëja fare zë. Kisha nisur të luaja me qeset e patatinave. Askush nuk e di se sa kohë kisha atje, por nënat mensonin se nuk kisha shumë, sepse nga rroba dukesha që nuk isha bërë shumë pis. Nëse do të kishin lënë një natë më parë, më thonin ato, do ishe bërë qelbur. Sipas tyre, unë isha bërë shumë pak pis, plus që si të kisha të kthjellët, nuk ishte asnjë shenjë që mund të kisha qarë. Gjë që nënat e theksonin se unë vërtet s'kisha qarë, por nëse do kisha shumë kohë atje, si çdo fëmijë do isha trembur. Kaq dija unë për origjinën time. 18 vitet e mia e kalova në jetimore. U rrita me nënat atje. U bëra shoqe me shumë të tjerë që ende sot ruajnë marrëdhënie. Për disa u bëra motër, por edhe na, sepse kishte shumë të vegjël që na vinin, dhe ne si më të mëdhenj kujdeseshim për ta. Si çdo fëmijë pyesja nënat për të shkuarën time. Mundohesha të kuptoja nëse ato vërtet nuk dinin gjë, apo nuk donin të më tregonin gjë se mos ikja të kërkoja prindërit e mi. Ato derisa jetova në jetimore, mbajtën të gjitha të njëjtin version. Shumë më vonë zbulova se njëra prej tyre e njihte shumë mirë mamin tim. Madje kishte qenë ajo që I kishte thënë të më linte në mëngjes te koshat, sepse ishte edhe ora që nënat hidhnin plerat. Ajo kishte qenë bashkëpunëtore me nënën time. Në fillim e urreva që më mbajti të fshet të vërtetën. Por më vonë kuptova që në fakt
ajo më kishte shpëtuar jetën. Sepse nëna ime në fillim kishte dashur me hite në lumë. Ta fshikte trupin me jetën time. Kur mbusha 18 vjeç, u largova nga jetimorja, nisa shkollën e lartë dhe mora një shtëpi me qera me 2 shoqe të tjera. Edhe pse flisja shumë pak për jetën time, gjithmonë më ka përndjekur damka ajo jetimja. Shumë dje më ofroheshin se donin të përfitonin nga ajo jetimja. Dhe shumë shoqe më përjashtonin nga eventet e shkollës, prapë me justifikimin ajo jetimja. Megjithatë, asnjë gjë nga këto nuk më lëndonte. Nënat na kanë rritur me shumë dashuri. Edhe pse nuk kishim nënë e baba, nisëm të vlerësonim ato gjërat e vogla që kishim. Jetonim thjesht, hanim gjëra të thjeshta, por nuk shpërdoronim ushqimin. Lumturoheshim pas gjërave të vogla jo materiale, ndryshe nga shoqet e mia. Dhe isha i lumtur. Edhe kur isha në shkollë të lartë, punoja se me lekët që merre nga shteti siguroja qeran dhe librat, nuk më dilte. Por edhe doja të punoja të bëhesha e zonja e vetes. Në jetimore shkoja her pas here, kur nënat më merrnin në telefon që kishin ndonjë fest, apo kur gatuanin ushqimet e mia të preferuara. Imam Bajaldi ishte e preferuara. Ngordhja për tavën që bënin nënat dhe sa herë gatuanin ato Imam Bajaldi më merrnin në telefon dhe unë shkoja. Aty ishte shtëpia ime e parë dhe ndihesha e sigurt. Përveç Imam Bajaldis, ngordhja dhe përbrykur me qepe domate që bënte një nga nënat. O zot, o kuma sot më merr malli. Po, ta vazhdoj se po nisëm flasim për gatimin, nuk e mbaritur kurrë filmin. Në vitin e fundit të shkollës së lartë, në klasën paralele, nisa të dilja me një djalë. Ishte lidhja e parë për mua dhe për fat ende sot jemi bashkë. Pasi mbaruam shkollën, ne ishim në një vit, vetëm se në deg të ndara, me moshë që njësoj dhe vendosëm të bashkëjetonim. I bëm gjërat zyrtare, edhe me familjen e tij, por ata nuk është se ishin shumë dakord me lidhjen tonë, vazhdonte më përndiqte ajo jetimja. Ata nuk ndërhynin tek ne, por dalloheshin që s'më kishin shumë qef. Gjithsesi burri im nuk u ndikua nga ata. Morëm shtëpi me qera dhe nisëm bashkëjetesëm. Dasëm nuk bëm. Donim të bënim diçka të vogël, por atë vit na vdiq babai, vjetri, dhe nuk bëm as më pas. Pas 2 vitesh lidhje, unë mbeta shtatzën, ishte planifikuar. Ne të dy donin të bëheshim prindër. Unë me zi prisja të bëhesha nën. Lindi djali. Ishte dita më e bukur jetës tonë. Kur e mora në krah, bota ndaloi komplet. Por ky zimi nuk zgjati shumë. Mjekët na thanë se djali kishte lindur me fibroz kistike. Nuk e kuptova çfarë ishte, por nga fytyra e mjekës që na tha, u duk shumë serioz. Bota më shumë. Nisa të lexoja në internet dhe kudo flitej për trashëgimi gjenetike, po nga kush? Mos dija si ta thoja nëse e kisha unë. Nuk kishte shanse, burri im jo, as familja atje. Nisa të dyshoja dhe mora guxim të pyesja mjekin një pasditër kur burri nuk ishte më vonë. Ai më shpjegoi se anomalitë të tilla vijnë si trashëgimi gjenetike nga pema e familjes. Më tej nisi të më bënte pyetje për familjen time, por unë nuk dija asgjë për ta. Ky ishte momenti që nisi të më hante për brenda, ideja për të zbuluar kush ishin prindërit e mi. Dhe u ktheva aty ku nisi gjithçka, në derën e jetimores. Nënat u shqetësuan nga këmbgulja ime, ato vazhdonin të mbajnin të njëjtin version. Ditët kalonin dhe ende asgjë.
Punësova madje edhe një detektiv privat, ishte humbje kohë dhe lekësh, asgjë. E gjitha kjo ndodhi pa djenin e burrit, ai nuk dinte asgjë për çfarë po bëja për zbuluar origjinën time. Djali po rritej dhe sëmundja po bëhej edhe më e dukshme, edhe më e mundimshme për të, por edhe për ne që shikonim që aq i vogël buante dhe nuk e ndihmonim dot. Kisha ndaluar së kërkuari për prindit, pas shumë tentativash kisha dështuar, kisha një hall më të madh mbi supë. Në jetimorin ku u rrita kishim një si tip vendi të vogël ku luteshim, nënat na mësonin lutjet dhe u rrita me besimin në Zot. Nuk e kisha çuar asnjëherë djalin në jetimore dhe një ditë vendosa ta çoj. Ai ishte në muajt e njëjtë me mua kur mami më kishte futur në kushtin e plerave. Shkova takoja nënat me njërën prej tyre sa me lidhur dhe ishte pikërisht nëna që kishte rënë në marrëveshje me nënën time biologjike. Duke parë djalin e vogël ajo në fund u zbras. U prek nga gjendja e tij dhe teksa ishim në stolin e vogël në bord, ajo për herë të parë zgjodhi të më thoshte të vërtetën. Të vërtetën për nënën time se arsye të braktisjes as ajo nuk i dinte. Por të pak të më tregoj rrugën dhe më tregoj se si mund t'a gjeja, se ajo ndoshta do të më ndihmonte të hidhte dritë edhe për gjendjen e djalit. Nëna ime jetonte shumë pranë jetimoras. Kishte qenë aq pranë për kaq shumë kohë dhe asnjëherë nuk ishte bërë kurioze të vinte të më shikonte. Mendja kur nuk më shkonte. Ndoshta unë i kisha shkaktuar diçka shumë të madhe që ajo as nuk donte të më njihte. Nëse nuk do ishte për djalin, asë nuk do shkoja kurrë. Por, duhet të mësoja të vërtetën. Duhet të përballesha me sëmundjen e djalit. Duhet dilja para burrit dhe tregoja nëse unë isha shkaktare. Por më parë, duhet të përballesha me nënën time. E gjetët? E takove nënën tënde biologjike? Po. E gjeta. Ajo nuk më njoh. Nuk më njoh, nuk e dinte kush isha. Kjo me rasit pik në zemër, me zemërja fryn kur u gjenda para saj. Unë të më ndjeni, nuk dua të tregoj shumë detaje, se ajo ndoshta më dëgjon sot dhe nuk dua të rëndoj më shumë. Po, kur i thash isha vajza e saj, ajo nuk më besonte. Më mori për mashtruese. Pastaj tregova historinë që më kishte treguar nëna jetimores, aty u bin që isha vajza e saj. Për tha biu me zirja në këmbë. Ndërsa ajo duke e shkond, e fort, e ftohtë. Më ftoi në shtëpi dhe më tregoi arsyeën pse më kishte braktisur dhe arsyeën pse nuk më kishte kërkuar asnjëherë. Nuk du të harroj sa të vdes kur më tha. Ti nuk duhet të kishe lindur. Për mua s'ke lindur, ndaj nuk të kam kërkuar. Mot, e s'të pranoj as sot. E kishte vazhduar jetën e saj. Ishte martuar, kishte bërë 3 fëmijë. Ajo kishte frikë nga unë, kishte frikë sa mos sekreti që donte ta merrte me vete në varr do të mësohej edhe nga burri e fëmijëve të saj. Pas sekretit të parë që kishte bërë incest me vllajën, u shtua edhe një sekret tjetër që kisha lindur unë dhe nuk kishte braktisur. Asnjë nuk e dinte. Aty kuptova që problemi që kishte djali im vinte nga unë. Nga prindrit e mi që ishin motër e vëlla. Shokove. Ajo më tregoi se në ato kohë vllai i saj dhe babai im biologjik abuzonte me të. Ajo nuk tregonte dot gjë se ajo vetëm e kërcënonte. Por zota besonte njëri dhe babai mund ta vriste. Kur kuptoi që ishte shtatzani, tregoi mamas së saj. Gjyshe sime, se vllai abuzonte. Ajo nuk e besoi. Aso kohë fjala e djalit ishte më shenjtë. Vllai i saj
Babai im biologjik mohoi gjithë shka, duke thënë se motra brithte lart e poshtë, dhe kush e di me ke e kishte atë do biç në bark. Kështu e nxorën nga shtëpia. E hodhe në rrugë, nuk ishte patur mundësi të më hiqte dhe nuk ishte mbajtur si një përbindës që rrite në barkun e saj. Edhe pa një njohur, më urrente. Këtë më tha në sy, troq. Më kërkoi të mos i afrohesha më as asaj, as familjes së saj. Për babain tim, vllajën e saj s'më tha asgjë. Vetëm kaq më kërkoi të mos ekzistoja më në jetën e saj, siç kisha bërë deri atëherë. Nuk pash asnjë drejë zëri që takimi tonë, por kur më përcolli te dera e ktheva kokën, ta shikoja dhe pash që në sy shndrisnin lotët. Nuk e ktheva më kokën pas. Ajo së ndoshta më dëgjon e dua shumë t'i them që siç ajo më quante e përbindës kur isha akoma fetus, edhe unë sot, kështu e ndjej veten, sa herë shoh djalin tim. Unë jam përbindësi që e trashëgova këtë flamë djalit tim. Po ta dija që isha fëmijë çesti, nuk do kisha bërë kur fëmijë. E tani më duhet të jetoj me një faj që nuk është i imi. Të shikoj djalin tim që vuan çdo ditë se erdhi në jetë nga një nënë që ka prindër biologjik, motër e vëlla. Po, fëmijës tonë, do t'ja tregosh? Po, do t'ja tregoj. Besoj që një dy do marrë guximin t'ja them të vërtetën, se nuk dua të bëj të njëjtën që ka bërë mama ime me mua. Ai meriton ta marrësh të vërtetën. I vetëm ai, po edhe bashkëshorti. Ai do më kuptoj, u shpresoj që do më kuptoj dhe nuk do më bëj me faj për të që ka ndodhur.